Protesta e shumë përfolur e 13 dhjetorit që do të realizohet në Shkup në mbështetje të krerëve të UÇK-s, të cilët po gjykohen në Hag, e të cilën e paralajmëroi kreu i BDI-s Ali Ahmeti, e të cilën e organizon Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-s, ka marrë mbështetje edhe të Aleancës për shqiptarët krahu i Zjadin Selas, nga SHE kanë kërkuar që mbështetësit e tyre të dalin masivisht dhe të marrin pjesë në këtë protestë. Sipas Aleancës, akuzat e ngritura ndaj ish pjesëtarëve të UÇK-s përbëjnë përpjekje për të njëllosur luftën e pastërt. Çlirimtarët të popullit shqiptar nënvizojnë se kërkesa për drejtësi nuk është betejë politike, por një çështje që i prek të gjithë shqiptarët. Çdo njollë dhe akuzë ndaj tyre është tentim për të njollosur luftën më të pastër dhe më të drejtë që mban mend historia e luftrave të kombeve për liri. Kjo duhet të jetë kauzë e çdo shqiptari, e çdo individi që e ndjen dhe e do lirinë dhe kombin shqiptar. Kjo nuk është një betejë individuale e as politike, por një betejë kombëtare që na tregon të gjithë neve dhe jo vetëm ata që padrejtësisht sot mbahen në burg. Andaj është obligim moral i secilit prej nesh të ngrejmë zërin për dinjitetin e një pjese të lavdishme të historisë sonë. Protesta në fjalë ka ngritur debat në opinion pasi të njëjtën e ka komentuar edhe kryeministri i vendit Hristijan Mickovski, i cili mes tjerash tha se beson që të njëjtën nuk do ta përkrah koalicioni shqiptar Vlen, që është me të në qeveri. Ai këtë paralajmërim e cilësoi si hap të gabuar të kreut të BDI-s Ali Ahmeti. Protesta është paralajmëruar më 13 dhjetor në orën 13 në sheshin Skënderbeu në Shkup dhe vjen pas protestave të realizuara në Hag, Tiranë dhe Prishtinë.